Skënder Hita mori zyrtarisht detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit këtë të martë. Ceremonia protokollare u zhvillua pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku Hita kreu edhe betimin solemn për detyrën. Në këtë çast solem, në respekt të veprës së të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë të rënë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Në fjalën e tij të parë si kreu i policisë, Hita nënvizoi angazhimin për respektin ndaj atyre që kanë rënë në krye të detyrës dhe për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Ai shtoi se për të mbetet prioriteti i policisë lufta kundër krimit dhe korrupsionit dhe rritja e rendit dhe sigurisë në shkolla dhe në komunitet. Pas një rrugëtimi 25 vjeçar, me uniformën blu, me dëshirën për të shërbyer pa kompromis qytetarëve, ligjit dhe vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë në organizatën tonë. Këtë kurorëzim nuk e shoh thjesht si arritje personale, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj çdo punonjësi të policisë shtetit. Mbetet sfidë, thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit të policisë, sepse një polici një denjë matet me besimin që fiton çdo ditë nga qytetarët. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Zëvendës kryeministri Albana Koçi u vlerësoi nisjen e një faze të re për policinë e shtetit, duke orientuar drejt modernizimit dhe digitalizimit, si dhe duke përqendruar vëmendjen tek rekrutimi të rinjve dhe forca e integritetit të uniformës. Përzgjedhja e tij është një provë e qartë se karriera në policinë e shtetit ndërtohet mbi meritën, transparencën dhe integritetin. Sot policia e shtetit është një institucion që ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Dhe këtë e dëshmojmë të gjithë, si një trup profesionale, e konsoliduar, gjithnjë më e mirë paguar dhe e orientuar qartë drejt modernizimit dhe digitalizimit. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u shpreh se Hita është një oficer karriere i përgatitur për të udhëhequr në një moment kyç për vendin, duke theksuar bashkëpunimin e tij të gjatë dhe integritetin profesional. Për të mbërritur në këtë ceremoni, është kaluar përmes një procesi transparent dhe të bazuar mbi meritë. Në çdo fazë është përfshirë vlerësimi i përvojës, profesionalizmit dhe integritetit të kandidatëve, duke siguruar që drejtimi i këtij institucioni kyç t'i besohet një figure të besueshme që përfaqëson standardet më të larta profesionale të organizatës së policisë së shtetit. Zoti Skënder Hita është njeriu i duhur për të udhëhequr policinë e shtetit në një moment të rëndësishëm për vendin dhe për qytetarët, duke garantuar stabilitet, leadership dhe përkushtim ndaj shërbimit të qytetarëve dhe ligjit. Ai është një oficer karriere, profesionist dhe udhëhequr nga integriteti në çdo detyrë që ka mbartur. Hita u zgjodh një ditë më parë në krye të policisë mes 14 kandidaturave, ndërsa do të zëvendësojë në këtë post Ilir Prodën, i cili u shkarkua më herët nga detyra.